Ishte punësuarit në shtypshkronjën në Predok sot u paraqiten në gjykatën e Tetovës për seancën e radhës gjyqësore për 10 rrogat e pamara nga kjo shtypshkronjë. Edhe pse kanë punuar mbi 35 vjet në këtë shtypshkronjë, përveç se pa rroga, tani kanë ngelur edhe pa punë. Nas ne interesira ku e kriv mjesi gibarame našite plati. Neve nuk na intereson kush është fajtor, ne I kërkojmë rroga tona, na kanë borxh 10 rroga në këtë kohë të vështirë me rritje çmimesh. Unë dhe bashkëshorti im kemi punuar në të njëjtën firmë dhe tani kemi ngelur në rrugë. Askush nuk na kthen kokën, të gjithë I ngrenë shpatullat. Gjykata I ngre shpatullat. Çfarë duhet të bëj? Duhet të paguaj fatura, duhet të ushqehemi, të ushqej fëmijët dhe nipërit, duhet të jetoj. Nuk e meritojmë këtë. Unë kam 28 vjet përvoj pune aty. Si mundet taj, mundet më intereson 10 milion, 20 milion, 15 milion të shetet shtypshkronja, të në hape atë rroga, ne rroga nuk dojnëm. Nuk dojmë kur nisen, tona gjë lipet të në hape e ne usos puna. Që një vjet e gjimës I në mësut, asë një roqiste nuk ka. Gjithë do bot kjo puna nuk e di, a kina smetka, kina kredita, kina struj, kina gjubri, kina uj, pa kina sol vogol, ni pa kina, ato donë, ato nuk pejten, kije, nuk kije, e ne ku të marna ne që shtej. Lipet e hajt, ne kazojnë atë benat, me do govër të bojme ja, të na ape ato rogan, e ne usos puna. Pas anulimit të seancës, pronari shtypshkronjës I pyetur se kur të punësuarit do të marrin rroga, u përgjigj shkurt duke thënë se për këtë duhet të pyesim drejtorin. Ndryshe në Predok është një ndër shtypshkronjat më të vjetra në rajonin e Tetovës. Shumica e të punësuarve në këtë shtypshkronjë kanë mbi 40 vjet përvoj pune. Shtypshkronja ka qenë pronë shtetërore, ndërsa më pas me procesin e privatizimit u privatizua dhe ka funksionuar deri në fund të 2023.